Profesor, si mund gjindet zgjidhja për çështjen e buxhetit që të mos futemi në kriza të tjera buxhetore? Edhe pse unë nuk jam jurist, edhe mund të bëj edhe lëshime juridike në këtë drejtim, mirë po nga logjika dhe praktika institucionale, unë mendoj se kur është në pyetje financimi i përkohshëm i institucioneve publike mund të ketë zgjidhje, në qoftë se mbesim në një pozicion të palakmueshëm për shkak të zgjedhjeve. Në qoftë se sot nuk votohet qeveria dhe padyshim mbetëm pezull në drejtim të zgjidhjes financimit të obligimeve publike, qoftë për 2-3 muajt e parë të vitit të ardhshëm, faktikisht zgjidhje kishte me qenë logjike në kuptimin e thirrjes eventuale nga një autoritet i gjitha partive politike parlamentare që janë pjesë e Parlamentit Kosovës, dhe kjo mund të bëhet qoftë nga kryetari i kuvendit, qoftë nga presidentja e vendit, që të ndërtojë një konsenzus të përkohshëm për një pikë. Dhe ajo pikë ishte me qenë qeveria në detyrë të propozon zgjatje buxhetore. Kjo është një variant. Apo shohim që ka një konsensus të tillë deri më tani, sepse nuk po duket. Në qoftë se vinë në pikpyetje dhe faktikisht nuk i merr votat sot qeveria e re, faktikisht përgjegjësia më e madhe për mos financimin e obligimeve publike bie mbi qeverinë e detyrë, jo në dikush tjetër. Pra këta duhet t'i ndërmarrin masat në këtë drejtim që të evitohet. Unë sa e di, presidentja ka dhënë sinjale në këtë drejtim dhe unë mendoj që në qoftë se sot nuk ishin prezent për të bërë një veprim të tillë, nuk do të thotë që para shpërndarjes së kuvendit nga presidentja të mos ndodhë një takim i tillë nga ky kuvend dhe të bëjnë atë zgjatjen buxhetore. Megjithatë, profesor, ka qenë diskutabile nëse presidentja ka kompetencë ta bëjë kjo. Jo, presidentja nuk ka kompetencë me propozu buxhet, zgjatje buxhetore ose financim të përkohshëm që i themi ne. Presidentja duhet të përdorë autoritetin për të motivu partitë politike, respektivisht grupet parlamentare, përfaqësues të tyre që të ulen në kuvend para se të shpërndahet kuvendi në mënyrë që ta bëjnë këtë zgjatjen. Përndryshe, në qoftë se kjo nuk ndodh, ndoshta për shkak të zgjedhjeve që do të mbahen, parashe qoftë praktika ligjore e parashet që për shkak të zgjedhjeve mund të vazhdohen edhe 2 muaj plotësues me një të 12-ën, por jo më shumë se 2 muaj. Kështu që mu për atë unë nuk e thash rastësisht këtë, se sfida e madhe qëndron mas zgjedhjeve, sepse mund të riciklohen të njëjtat probleme dhe mund qeveria amerikane bjen në kolaps në qoftë se nuk miratohen buxhete, le mona në kuptimin e financimit të obligimeve publike. Kjo është një apel i imi më tepër qytetar, respektivisht intelektual, që të thirrim ndërgjegjes në mënyrë që kontinuiteti, respektivisht vazhdimësia e financimit të institucioneve publike, paga dhe obligime tjera ndaj shërbësve civilit, respektivisht të gjithë qytetarëve, mos met pezull e inateve politike, gjë që kemi pa deri tani. Dhe unë mendoj se vërtet këto më përpara i komendu se janë kurse politike, shkolla apo mësime që na duhet me i kalue, tash veç ka ardhur momenti që mo nuk janë mësime, janë inate apo paraqitje diametralisht të kundërta me vedijen qytetare, me vedijen nacionale dhe vedijen shtetëformuese. Mu për atë mua kjo më shtyn me dyshue se sigurisht jemi hyrë në vorbullën e qasjeve të tilla që ndoshta ka ndikime edhe nga lufta hibride që sot bëhet në shumë vende, që
ka gjasa që na nuk jemi të vetëdijshëm për veprimet negative që jemi duke i bën ndaj shtetit ton, edhe ndoshta kemi rshit në batakun e sjelljeve të tilla politike që nuk çojnë ka mirëqenia e qytetarëve dhe krijimi apo qëndrueshmëria e shtetit të Kosovës. Po, dhe profesor Krejt në fund, ky ngërsh, kjo bllokat ka shumë e gjatë institucionale, a pritet të jep leksion kësaj legjislature, por edhe qytetarëve për mënyrën se si duhet votojnë në zgjedhjet e ardhshme në rast se shkojmë? Shiko, unë apeloj në ata që bojnë opinionin publik, që vërtet qytetarët të dënojnë këtë sjellje. E dënimi më i madh i këtyre sjelljeve nuk bëhet përmes veprimeve jo qytetare, bëhet duke mos votuar klanet të tilla politike, respektivisht individ të caktuar të cilët nuk ishin në gjendje të dalin mbi egon politike të ngushtë, me qëllim të mbrojnë interesat e qytetarëve. Kështu që edhe ju si medje, edhe medje tjera i kisha motivue që t'ju japin shans të gjitha atyre njerëzve të cilët nuk mendojnë shumë ngushtë politikisht dhe janë të gatshëm të shkrijnë vetdijen e tyre, qoftë qytetare, qoftë intelektuale, që të ndërtojmë një institucion ose një parlament të Republikës Kosovës që ka përgjegjësi dhe ndin vetdije qytetare, qoftë për krijimin e shtetit, qoftë për t'i bart apo t'i transmetu interesat vitale të qytetarëve. Po, atëherë profesor, të faleminderit shumë dhe njëkohësisht kërkoj falje për shkak se të mbajtëm pak gjatë.